Drejtues të shkollës së futbollit për të rinj të ekipit turk Galatasaray të shtunën kanë vizituar shkollën e tyre në Kosovë. Muaj më parë skuadra e njohur turke kishte hapur shkollën Galatasaray Kosova për të zbuluar talentet prej të cilëve 3 futbollistë të ri kishin marrë pjesë më parë në Stamboll. Të shtunën drejtori i shkollës së futbollit i Galatasarayt, Selim Durmaz, dhe koordinatorja e shkollës Secil Ymer ndoqën nga afër punën me të rinj. Nga rreth 100 futbollistë të gjeneratave prej vitit 1997 deri 2006, 19 prej tyre do të kenë fatin të përzgjidhen dhe të udhtojnë në Turqi, ku në mesin e 15 moshatarëve të tyre nga e gjithë bota do të stërviten nga trajnerët turk dhe do të kenë mundësinë të qëndrojnë te Galata. Şu anda gördüğüm kadarıyla çalışmalar Sa e pash deri tani çdo gjë është në rregull, trajnerët po e bëjnë një punë mjaft të mirë, ndërsa tash tutje vlerësimi do të jetë më i rrept. Disa nga futbollistët e rinj në shtator do të udhtojnë në Turqi dhe varet nga talenti i tyre nëse do të mbesin atje. Kosova është shumë e rëndësishme për ne dhe besoj që nga kjo shkollë do të dalin futbollistë shumë të mirë. herhangi bir yetersizlik varsa Nga 8 shtatori, 19 futbollistët më të mirë të ndarë në disa grupe do të nisën për Stamboll, derisa Rion Hajrizi, Alpi Drizi dhe Ermal Gërguri, që më herët ishin përzgjedhur nga 1300 të rinj të vendeve të ndryshme, tani do të testohen sërish në Stamboll. Pra se të kaloj shumë mirë, të luaj mirë dhe të më përzgjedhen edhe atje. Dëshiron të mbetesh atje? Po, dëshiroj. Ke ndonjë idhull nga ekipi Galatasaray? Po, idhulli jemi në Galatasaray është Drogba. Një kamp të ngjashëm si Galatasaray Kosova, muajin e kaluar në Kosovë e kishte mbajtur edhe